Ja, hec s'jena gjelaz. As burre, as unë. S'jam gjelozë, po kena dashni. Se e njëm njën i tjetërën. Se që na 22 vjetë jena martu. Jena njëftu, kena fëll për mes rrjetet sociale. Për 2 muaj që shë një njëftu e qysh kërejt mirë, dhe i që tash mirë shumë. Madhë mirë dhe ti martë mi ndalë i shetitë se kështë punë të shpis me bët diçka. Në fund e kapëm një zoj të Mitrovicës. Po. Qa kishin zoja atu, po ndojshin. Nuk e di. Urdhënë? A e Mitrovicës ti apo? Po e Mitrovicës. A punon, me çka merresh? Po në punoj në komunë këtë. Në Pas komunë. keni punë zojs. Po, faleminderit. Sa Po. vite e bën këtë punë? Që 7 muaj. Qa, po. Që 7 muaj. A është zor, a është probleme po në në punë shtetit që kërkojnë femrat. Jo. Mu shumë letë të punë vjenë. Jo. A është lehtë me hinte aty po thamun. Është letë. Nuk e di qa me tha. A ka intervenca? Në punë shtetit me hija duhet? Po. Ka intervista, po. Sigurisht ki pas edhe ti intervenc. Apo? Po. Ule kisha branon. Po, normal. Sa ki kërku këtë pozitë punës që e bëjsh me punu? Për një vjetë. Një vjetë e kanë qitë aplikacioni, kom konkurru edhe im pranu. Me konkurs. A është ma lehtë për gjininë femrore në punë shtetit për me hynë në punë? Allahi, nuk e di qa me tha. Njëjtë si moshli si femna, vesh ma përparsi kanë femnat. Po, ma përparsi kanë femnat. Normal. Dhe kënë ti a je martuar? Po, 3 kanë, po. Faleminderit. A sa mund është mja dalë punën, fëmijën, këta në tjetër? Mirë. Djallin e vogël në qerë dhe këta tjertë matë mëdha i ka, mirë, pja dalë. A dhe kënë sa ki bashkëshortin krah? Po, edhe bashkëshorti më punon këtë, mirë, dhe të punojna, dhe t'jina të punëson, fëmini kanë të mëdhajt, djallin 18, qiken 12, djallin e vogël 2 vjetë. Bashkëshort? Mirë shumë. Që 22 vjetë jina të martun, mirë shumë, kalojna mirë. Se të më konë një lidhje e fort e qëndrushme si pas juve, si du të me qenë? Një lidhje qëndrushme, me bashkëpunu, me bashkëshort, me pas reglat e barabarta, qështë? Çfarë regla barabarta? Po për shembull qatë kërkët për grusë edhe për burret. Me të, qësh me tha, me të plecu qatë të dëshira burre, edhe gruja me mja plecu burret edhe burre grusë. A je e plëcune me burrin qeki? Po shumë, deri që ta shumë mirë. A ke diçka që thu, kisha pas dëshirë me plëcu që tam, bashkëshorti? Ka shumë dëshira, ma. Se ke një që të më kisha pas dëshirë? Valla, veç me kalu mirë, sa ma mirë me burë, qështë, që ke dëshira është e jemja. Si shek të qitës, kove të fundi që kanë shumë probleme me zvete, kanë dhunë, kanë divorce, për që kajtë po vinë këto? Valla, ato heq nuk... Po qëto probleme, pa, qysh me tha, pa njën i tjetën, si s'janë ndikim njën i tjetët, e që ata vinë probleme, dhe që ata, të ndarja të qështë. A do që është tradhia në pyetje të? Po, ka tradhi, ka... se s'mujnë më marrë vesh për tjera probleme, ka të rathia krejt që të janë. Që këto persone që nuk kalojnë mirë edhe që kanë gjelozi? Sa ma shumë e kalojnë mirë, sa ma pak gjelozi. Dash me pas jetën e mirë, dy janë. Sa ma pak gjelozi, sa ma shumë dashni. Ma pak urrejtje. Këtë pjesë, a e gjelozi ti? Jo, heq. Hec jam. As burre jo, ja, hec jina gjeloz. As burre, as unë. Ka gjelozi, ka dhe dashni? Po, qashtë. Ama, une s'jam gjeloze, po kena dashni. Se e njëm njën i tjetërën. E qata. Sa du ka desh me njovë bashkëshortit tonë? Ta manë kështët? Shumë pak, përja 2 muaj. 2 muaj. Se që na 22 vjetë jena martu. E përja 2 muaj. Jena njëftu, kena fëll, kena qështë. Jena njëftu me familjaresht e qështë. 2 muaj ju mjaftuan për me njoftë një tjetër? Po, 2 muaj. Veç 2 muaj. Që shenë njëftu me ta? Për mes të telefonit, Facebook-it qështë. Për mes rrjetet sociale.
Ajo këto lidhje, domethënë, funksionojnë mirë nëse domethënë për një kohë të shkurt njoftohen? Sipas teje? Unë nuk e di ne për vete, për 2 muaj veç shumë mirë, s'kena pas kur probleme, shumë mirë kalojna, mirë, qysh për 2 muaj që shë një njoftuar, qysh krejt mirë, dhe që tash mirë shumë. Sa ndihmon bashkë? Të shtëpisë kështu. Po, unë ndihmon në fëmijë. Po, fëmijë, po për shembull i këshyri qetë, më sheti qështu. Edhe punë të shtëpisë nuk ka shumë nevojë. Unë ndihmu, se edhe kam qikën edhe vetja dalë. Hajde pak ndihmon bashkë, ndihmon. Ato pritënaj. Pritën. Si krejt burrat. Po krejt si burrat. Ma të mirë të ti marrë fëmijën dalë i shetitë, se kështu punë të shtëpisë me bë diçka. E pritën. Sa duhet me bashkëpunu burr me grua për punë të shtëpisë, me ndihmën e qetit? Duhet bashkëpunim, duhet bashkë, me ndihmu të burrit ty, bashkë, ma mirë. Me bashkëpunu bashkë, punë, krejt, qatë ka nevojë. Shtëpisë, tjera punë e qështë, me fëmijë. Po, një mesazh për gjithë çiftet, kudo që po na ndjekin. Për gjithë çiftet ju uroj të gjithat mirat, sa ma mirë me kalu këtë jetë, sa ma bukur me krejt të mirat, të lumtëra. Krejt çiftet jo e përshëndes. Ke çka tjetër me thënë? Ja, kur gjatë. Vetë sa ma mirë me kalu. Se jeta është e shkurt, duhet me vazhdu sa ma mirë. Që ka. Shumë, të shëndet. Krasi që takom. Faleminderit.